Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në daljen e radhës para gazetarëve foli për përplasjen e tij me ish-deputetin Ervin Saliani. Berisha u shpreh se Saliani është vetë përjashtuar. Ai komentoi edhe kundërshtimin që deputetja Jorida Tabaku i bëri përjashtimit të Salianit. S'pari njëherë deputetja ka shpreh mendimin e vet. Dhe kjo është një gjë krejt normale. Së dyti, nuk është përjashtuar, është vetë përjashtuar. Është vetë përjashtuar. Vetë përjashtimi është kur ti shkel në mënyrë flagrante ato që ka thot statuti i partisë tënde. Për djeni, nuk ka patur asnjë funksion, as të Këshilli Kombëtar, as në kryesi, në asnjë institucion. Pasi doli nga burgu për ta respektuar, u kooptuar përkohësisht në kryesi dhe tregoj se nuk ishte ide. U vetë përjashtuar me aktet që bëri, kaq. Nuk ka bashkëpunim me krimin, nuk fal kjo parti. Nuk falim ne, e kemi të prerë atë në mënyrë absolute. Berisha foli edhe për rritjen e çmimit të naftës. Sipas tij nuk ka nevojë për bord nafte, por duhen përgjysmuar taksat në nivelin e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Ka nevojë për bord. Përgjysmo taksat, vendos nivelin e taksave që ka Kosova dhe Maqedonia, pastaj le të guxoj kush të shes 100 ark me shtrejt naftën në pompat e Shqipërisë, që të marrë atë që meriton. Po në qoftë se ke vendosur ngarkesën fiskale shumë më të lartë se vendet e OECD-s, 33% më të lartë se vendet e OECD-s, të cilat kanë 5 herë më të mëdha të ardhurat për frymë se Shqipëria, se 6 herë, pastaj ti ke vendosur një gjob të rënd mbi qytetarët e vendit. I pyetur për protestën e radhës, kryedemokrati u shpreh se do jetë shumë shpejt, pa përmendur një datë. Sipas Berishës, rruga e vetme është protesta.